violencë e jashtëzakonshme, pikës pari për njerëz të strukturave, jo më për simpatizantë. Nuk ka një natyrë sociale ke fjalën. Nuk ka më asgjë. Pra, lidhja midis Partisë Demokratike dhe elektoratit nuk funksionon. Tani, na shpjego këtë më të përfolur e të përfolura. Pra, në burgun e Elbasanit, me 102 vota gjithsej, Sara Mila ka marrë 92 dhe pas te vjen Luan Dusha me 3 vota. Tani, pse në burgun e Elbasanit të kanë votuar Sara? Se kjo është $1 milion. Po mirë, do ta ktheja me një pyetje. Pse mos të më votonin? E zëm se ka ndodhur... Okej, të votonin, po jo kaq diferencë. Pse mos të më votonin? Shiko çfarë ndodh. Trendi i kësaj kutie, të cilën unë as nuk dua ta specifikoj fare burg ose jo, para burgim ose jo. Jo, janë njerëz të gjithë tjerë. Po pra, për mua nuk ka fare rëndësi. Kjo është një kuti votimi. Dhe kjo kuti votimi ka të njëjtin trend me çdo kuti votimi tjetër. Pse kjo mos ta kishte? Pse këta njerëz janë larg realitetit? Po këta njerëz janë të izoluar dhe po vuajnë dënimet e veta. Ke pasur kontakte me këta? Jo. A njeh një? Kam përshtypjen që mund të njoh disa, jo personalisht, por për shkak të lidhjeve dhe rrethit, pra njerëz të njerëzve, njerëz të njerëzve. Shoqërisë. Po, njerëz të njerëzve. Unë personalisht, si Sara, ne nuk kemi ndonjë familjar të afërt, të cilit është pleguar ndonjë dënim. Nuk keni. Nuk kam, të cilët janë duke vuajtur ndonjë dënim. E di kur do më bënte çudi mua kjo foto? Mua kjo foto do më bënte çudi nëse unë nuk do kisha një rezultat të ngjashëm në kutitë e tjera. Atje hajde edhe flasim pak. Do ti je duke thënë që edhe tabelat e tjera janë pothuajse njësoj? Ky është një trend shumë i zakonshëm për shumë kutitë e Elbasanit, të qytetit dhe të fshatit, ku unë kam dalë forcë parë dhe ku unë absolutisht kam pasur një dominancë të theksuar. Tani çfarë ndodh? Se dua ta theksoj edhe këtë. Unë nga që jam një vajzë që vi nga shkencat politike, edhe këtë degë kam dashur shumë dhe nuk është se e kam lënë vetëm në kuadrin e shkollës edhe të asaj që çfarë më mëson mua shkolla, po kam qenë gjithmonë edhe një vëzhguese shumë e fortë e realitetit politik kudo në botë. Në fakt, Roland, edhe në SBA që flasim, është një vajzë që ti, kur një Mila Kunis, këtë e një, Aleksandra Ocasio-Cortez. Është një vajzë e njohur, ndryshe ka bindjet e mia, se ajo është ekstremiste e majt, unë jam shumë e moderuar se sa ajo. Ajo është një personazh i cili hyn tek modelet e mia në jetë, si vajza që kemi një moshë shumë të afërt, model në jetë në sensin e se si një vajzë, pa asnjë kapital politik, po pa asnjë kapital as monetar, ju fut detit në këmbë në SBA, një vajzë nga Bronxi, një situatë atje e cila vetëm diskriminim sa kishte, e varfëri po, arriti të jetë kongresmenja më e re dhe më votuar e Kongresit Amerikan. Po të shikoni se si të burgosurit kanë votuar dhe kanë dalë haptazi për Aleksandra Cortez, ndoshta doktor Berisha nuk do habite shumë, po nga që ai nuk ka shumë qejf të lexoj për këta të majtët edhe prandaj i ka shpëtuar. Dhe fjalimet e saj në dhomën e deputetëve kanë qenë fantastik për këtë fenomen. Dhe ka pasur një përkrahje të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë që Sara është Aleksandra. Aleksandra ka riskun e vet atje në SBA dhe unë kam riskun tim këtu. Por dua të them këtë gjë. Kjo çudi e madhe. Kjo kuti votimi e cila u bë emblema e vetu habite, Sara? Jo. Nuk habite. A i falenderove? Po tani ku ti falenderoj unë? Ja, po e marr, se shumica për tyre ndoshta kanë një akses, i kanë familjarët, ti falenderoj absolutisht për besimin që kanë dhënë. Po i falenderoj këtu? Po i falenderoj këtu. Për besimin. Po i falenderoj për votat që kanë dhënë në burgun e Elbasanit. Ajo është një frym, Roland. Më beso dhe më dëgjo mirë kur unë e them këtë gjë. Ti s'ke bërë fushat ose të kesh... Po tani fushat në burg nuk isha si të bëj. Po ta kisha mundësin do ta kisha bërë. Se kudo ku ka votues, do ta kisha bërë. Po ta kisha mundësin, do ta kisha bërë. Mendoj që deri diku e kam bërë, duke qenë se unë kam qenë një njeri, përtej asaj, duke qenë se kam qenë një njeri që rrjetet sociale i kam përdorur, ndoshta më mirë se të gjithë dhe nuk dua që të kem mungesë modestie kur e them këtë gjë, ma lejon dhe mosha, do ta theksoj këtë gjë. E di çfarë bëri përshtypje te rrjetet sociale, te komunikimi yt në rrjetet sociale, që nuk kisha asnjë gabim ortografik. Do më akuzojnë tani, se ja shkruajnë, ja bëjnë, se kam dhe ca akuza kështu që ti shkruajnë këshilltarët. Sa do të shkruajnë,
do njeriu është vetë, sa do të shkruajnë, sa do të redaktojnë, sa do të korrektojnë, ti je aty. Tani, Sara, diçka tani. Se vetë doja të bëja në fakt për këtë që the ti, doja të bëja vetëm një falënderim se njerëzit më besnik që kanë pasur këtë garë kanë qenë mësueset e mia të letërsisë. Ato më shkruanin mesazhe, se unë kam qenë një gocë që kam dashur shumë se lëndë. Kam pasur edhe një farë prirje, tani le ta themi, dhe ato më kanë dashur shumë. Dhe nëse në gjithë këtë pislëk të madh që është hedhur Krashëmeje, kam pasur një armat shumë të fortë qetësie brenda vetes time, kanë qenë pikërisht mesazhet e mësuesve të mi, të cilët dua të gjej moment se e di që emisioni jot është ndjekur. Do harrosh një emër, po përmend disa. Do t'i harroj mësuesen time të parë një, Meritën. Këtë që ja kam thënë Koxhaj. Meritës, cilës ja kam thënë pikë parë që do bëhem kryeministre. Dhe ajo tani është në SBA, nuk është më as këtu, edhe ndoshta po e pret këtë moment. Por dhe gjithë të tjerët. Kështu që sinqerisht i kam pasur krah edhe i kam pasur shumë mbështetje. Tani, Sara, zonja Mila. Po. Troplinët dhe suelçelët na fol pak, sepse Elbasani tani është bërë ajo që është bërë dhe unë nuk dua t'i kthehem me emër të gjitha grupet kriminale që tashmë janë bërë pjesë e drejtësisë, por pyetja është e drejtë për drejtë. Tani, të kanë akuzuar si njeri që e lidhur me grupet kriminale tani si përgjigjet kësaj akuze, domethënë sa njohje ke ti, cila është lidhja juaj, sa i njeh dhe pse u bë kjo akuzë, sepse ty mund ta bëj dhe penalisht këtë, ne nuk e dim këtë gjë. Tani ti sot ke këtë mundësinë që më njeh dhe më sheh. Të dukem si një përfaqësuese e denjë e bandave të Elbasanit apo ku di unë, emrave që unë të them të drejtën, të kam paragjykuar. Ta them, edhe të kërkoj ndjes. Jo, s'ka problem. Por, e di ku ndryshova mendimin, ta thash edhe një herë. Kur më shkruajtje në pavarësisht se s'më pëlqeu teksti, thash, kjo s'ka asnjë gabim ortografik, prit thashun se kjo nuk mund të bëj bandë. Tani Jo. Pa asnjë gabim ortografik, është një kapërcim i nivelit lartë. Po pse tani kaq poshtë ka rënë pritshmëria jon për deputetët që të shkruajnë mirë nga ana ortografike? Po, Sara. Nuk do ta pranoj. Jo, Sara. Nuk do ta pranoj. Po, unë të falenderoj. Paraqitja e parë e një personi është se si shkruan dhe si flet. Patjetër, unë të falenderoj. Unë s'të njoh ty nga brenda, unë s'të njoh ty. Po ti prezantohesh duke folur këtu dhe duke shkruar. Se nëse ti do shkruaje kështu si Gjon Buzuku, tani fal do thosha si Gjon. Jo akademia politike s'të merr dot përsipër, po s'të merr dot klasë e parë. Ndërkohë, ajo kultura jote mua më ka habitur. Unë thash në fillim edhe mund të kem paragjykuar. Po e them këtë, por tani që krijuam një lloj, po themi, komunikimi, e ndryshova unë edhe, sepse këtu fillon. Por ti duhet të lutem më shpjego lidhja jote me këto emra. Dhe unë fakt këtë pres që të ndodhin shtator. Prandaj dhe kam qenë e qetë dhe e kam thënë shpesh, madje ndoshta e kam thënë dhe në një media tjetër që gjatë kësaj periudhe ku trosnia nuk ka qenë e vogël, se do ta mendoni edhe këtë, jam 29 vjeç, e pa rrahur më përpara me jetën publike dhe pa pritmas, kam një personazh si Dr. Berisha, i cili ka influencën që ka elektorati vet dhe ka famën që ka, sa ai thot famozja Sara Mile, më thot ai, por në fakt është famozi Berisha, i cili këtë punën e baltës e ka nisur që kur unë ende s'kisha lindur, e tani po vazhdon edhe kur unë jam bërë vetë me fëmijë. Ai ky personazh është. Dhe unë sinqerisht, Roland, nuk ka qenë në planin tim as të merrem me Dr. Berishën, edhe as me eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët për mendimin tim kanë vite që i është prerë fatura nga elektorati vet. Kanë vite që janë aty, po në fakt nuk do donin që të ishin. Unë do kisha dashur që në parlament, si një kastë re politike, në debatin tim politik, si një vajzë e majtë që përfaqësoj Partinë Socialiste, do kisha dashur të kisha Andi Mustafajin, Tedi Koplikun, apo dhe personat të tjerë të rinj të Partisë Demokratike. Ti duke thënë që do të bësh kryeministre dhe pa të sulmuar Sali Berisha? Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Le të më sulmoj për punët të cilat unë do bëj apo nuk do bëj. Po të më sulmoj në Tymnaj, se shkon dhe humb vota atje, se një dështak kronik tashmë, ky nuk është faji im. Dhe nuk është përgjegjësia e Sarës, se Berisha ka bërë dhe ka përjetuar një disfat të jashtëzakonshme në qarkun e Elbasanit. Do ta them edhe këtu një batut që ta kuptosh deri ku ka shkuar në fakt e gjithë Tymnaja që ai ka ngritur për mua, ku një miku tim, demokrat,
me shumë vite, me shumë rënjë, i pandryshuar në bindjet e tij. I thoshte një miku tim tjetër, demokrat, por që vendoset votonte për mua këtë herë, e i thot, arsyeja pse nuk fitojmë ne, është ajo mikesha jote, është Sara Mila. Se shkoi Sara Mila edhe i vodhi ato votat dhe prandaj ka humbur Partia Demokratike. Domethënë deri këtu ka arritur të perceptohet të një pjesë të mirë të publikut ajo që ai bën. Do të thotë që ja ka arritur me të vetët. Unë e kuptoj që diskursi që ai ka ndaj Sarës nuk është për Sarën, është për elektoratin e vet, për t'i thënë që çfarë të bëj unë tani, se nga që janë këta, po mos ishin këta. Doktor, ke humbur 200.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Nuk ta ka fajin as Sara, as të rinjtë të tjerë në politikë, cilët kanë filluar që të guxojnë, se ndodhe diçka tjetër. Po të shkosh dhe të takosh njerëz në rrugë sot, ata gjithë do të thonë, aman të dalin të rinj, aman se me këta të vjetrit, aman, dhe kur ky i ri u guxon, po jo ky i ri. Po si jo ky i ri? Domethënë, kush pritet që të guxoj më? Sa mesazh jep? Do bëjmë një ndërprerje publicitare, publicitet, kthehemi sërish në studio. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zonja Mila, mund të më thuash se nga Sara tani zonja Mila tani? Jo, Sara. Ke ndryshuar statusin. Më folë për familjen e madhe, më folë për familjen e vogël. Kush është bashkëshorti im? Bashkëshorti im, do ta përmend shemër mbi emër. Ai nuk i ka shumë qef në fakt këto daljet publike. Po në fakt Aleksandro Bardhi, quhet bashkëshorti im, kemi dhe një vajzë, 2 vjeçërisëm, Krena. Ta gëzoj emrin dhe shëndet këtë të jetën. Shumë faleminderit. Shumë emri bukur, Krena. Ti e ke vendosur, besoj. Unë ja kam vendosur, e gjete. Potente je. E gjete. Tani bashkëshorti kur i the që unë do bëhem kryeministe, ja the kështu përpara se të martohesh? E ka ditur ai. E ka ditur. Kur i the që do kandidojë në Elbasan. Ai e ka ditur dëshirën time, po edhe ai kam përshtypjen është e grupi njerëzve që menduan që nuk do ta guxoja. Domethënë ekzistonte si dëshirë dhe ishte pjesë e atyre ëndrave të mia, po duke qenë se Rolandu nuk kam qenë përfshirë as në forume të rinore të partive politike. Do thuash ti pse? Kam qenë pak e stepur, mendoja gjithmonë që po nuk e di si do jetë, si do perceptohem, çfarë do ndodhi me mua, edhe para gjykimet që dëgjoja rreth e rrotull. Jo, tani dhe unë këtë po kuptoj që si do futesh ti në vath. Sot që flasim, mendoj që kam bërë shumë gabim, sepse do duhet isha aktivizuar që shumë më herët. E kam ndjerë një mungesë gjatë kësaj periudhe të fushatës për perceptimin dhe kuptimin tim përgjithshëm për strukturën, mënyrën se si me çfarë merret bashkëshorti juaj? Ka një supermarket private, nuk ka asaj kur fare lidhje në Elbasan, në Tiranë edhe në Durrës. Të mbështeti gjatë fushatës? Patjetër që po. Tani ky vendimi për të futur politikës momentin që ti je familjare nuk është më vetëm vendim personal, është një vendim që diskutohet në familje. Si e ke bërë me vajzën e vogël në fushat? Ku e le vajzën? Kam pasur shumë ndihmë të dyja mamat respektive, cilat gjithashtu i falenderoj, po. I kam pasur ndihmë, mendoj që pa një sistem të mirë suportues, nuk do ta kisha marrë. Tani kur doli ajo tabela ti që ti fitove aq vota dhe e kuptove që u bëre deputete. Me kë ndave atë gëzimin e parë?
Me gjithë njerëzit që ishin aty në fakt që janë kryesisht i gjithë ekipi im që ka punuar për Elbasanin. Tani lere ekipin Sara, po them me bashkëshortin. Me ata kam qenë ishte dhe bashkëshortja aty. Po, ishte dhe bashkëshortja aty, edhe pse po qëndronte shumë në cep se unë kisha shumë media rreth rrotull dhe ai nuk ka dëshirë. Dhe nuk u përqafuam dot aty në së njerëzve. Po, mbrapa. Pastaj u përqafohemi mbrapa. Ka qenë e tillë situata. Në fakt, Roland unë e prisja, që unë e kam artikuluar dhe e prisja që do dilja mirë, unë e prisja që do isha që në fushat, deri diku dhe kjo. Dhe kjo, edhe kjo. A intuita e femrës. Bëshaka. Gjatë kohës që unë isha në fushat dhe ndjeja një lloj mbështetje e cila në fakt rritej ditë pas dite. Se unë e shikoja në takime, e shikoja të njerëzit që vinin, të njerëzit që afroheshin. Dhe duke qenë se si ta shpreha dhe më parë, dhe këtë mund ta konfirmoj, çdo qytetari i Elbasanit, dhe për këtë e them me shumë vetbesim, që nga një frym shumë e mirë që u krijuar në qytet, dhe ku unë papritmas mora një lloj afirmimi nga pjesa më e madhe e qytetit, ndoshta realisht edhe tek ata që mund të mos më kenë votuar. Unë sot nuk shkoj dot edhe të bëj një pasqyrim të saktë nëse kush ka votuar, kush më votoi dhe kush jo. Dhe mirë, megjithatë ti e di pak. Mirë, po pak a shumë po, patjetër. Mirë, po unë kam të sigurt që kam dhe ata njerëz të cilët nuk e kanë votuar kandidaturën time, absolutisht shumë mirë. Absolutisht shumë mirë. Qofse dikush nga ata do të vijë si deputet të kërkojë ndihmë. Patjetër. Do të thonë, Sara Mila, ju që nuk e keni votuar, mund të shkoni ta takoni. Patjetër. Ti kërkoni zgjidhjen e një halli larg qoftë që mund të keni, dhe Sara do të ndihmojë juve. Edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike. Po pra, edhe ata që kanë votuar Partinë Demokratike, se ata Partia Socialiste, ajo është pa diskutueshme. Sara, tani vim te ajo kryesorja. Tani si ke marrëdhënie me